Vendoset stoli përkujtimor në emër të Martin Canit brenda ambienteve të shkollës Fanoli. Pas shumë diskutimeve dhe kundërshtimeve është vendosur në shkollën Fanoli stoli përkujtimor i Martin Canit. Pas vendosjes së stolit janë vendosur edhe lule për voglushin që u vra nga bashkëmoshatari i tij. Sot fal përpjekjeve të vazhdueshme të grupimit prindër për arsim cilësor, u vendos më në fund stoli përkujtimor në ambientet e shkollës Fanoli në kujtim të Martin Canit. Ky stol nuk është vetëm një simbol kujtese, por edhe një mesazh reflektimi dhe përgjegjësie për të gjithë komunitetin shkollor dhe më gjerë. Stoli do të qëndrojë si një kujtesë e përhershme për brezat e nxënësve që do të vinë dhe angazhimin për një arsim më të sigurt dhe më cilësor për fëmijët tanë, thuhet në postim.